Panajiri Ditët e Bujqësisë 2025, panajiri më i rëndësishëm ndërkombëtar për sektorin bujqësor në Shqipëri, organizuar nga Iceberg Exhibitions, u hap sot për publikun. Për 3 ditët në vijim, ky nuk do të jetë vetëm një panajir, nuk do të jetë vetëm një ekspozim, por do të zhvillohen tema të rëndësishme jetike për sektorin e bujqësisë përmes forumeve dhe paneleve të diskutimit. Kam kënaqësinë dhe nderin që sot të hapim zyrtarisht edicionin e këtij viti të panajirit, Ditën e Bujqësisë 2025, një ngjarje që vit pas viti po bëhet një pikë referimi për zhvillimin dhe bashkëpunimin në sektorin bujqësor në vendin tonë. Ky panajir është më shumë se një aktivitet, është një hapësirë për ide të reja, teknologji moderne dhe rrjete bashkëpunimi. Nga data 23 deri më 25 prill 2025, fermerë, sipërmarrës, kompani teknologjike dhe institucione do të prezantojnë produktet më të mira, si dhe risit më të fundit në bujqësinë organike, teknologjinë bujqësore, reduktimin e mbetjeve, sigurinë ushqimore dhe digitalizimin rural. Sot me kamerën tonë intervistuam disa prej tyre për avantazhet që ka pjesëmarrja në këtë panajir. Jemi nga Bashkia Roskovec, kemi ardhur këtu në Lushnjë në panajir. E kemi për herë të dytë që vim dhe kemi sjell kreme, sapun që kemi bërë vetë bie. Jemi gratë artizane të Roskovecit. Dhe kemi pru shumë. Si pikëtar kemi vaj në ullirit, prandaj kemi ardhur më tepër se kemi me prodhim vaj ulliri janë bio, të tëra organike, i kemi prodhuar vetë, jemi 14-15 gra. Mi po Bashkia Roskovec na ndihmon në për panajire se nuk ja dalim dot, sado flasim të bëjmë qefin vetes nuk ja dalim dot. Edhe i kemi për të tëra, domethënë i kemi organike. Edhe mase inshallah bëjmë një kontratë, ndonjë. Ne vim nga Bashkia e Bulqisë. Këtë biznes kemi një vit që e kemi hap. Është viti i parë që vim panajir. Edhe na ka promovu Bashkia që na ka sjellë në panajir. Për moment, si fillim mirë. Duke bazuar këtë produkti që kemi, produkt natyral, bio, pas një lëndë huj, pas një konservant, shpresojmë që do kemi rezultat. Vi nga Lenia e Gramshit, edhe jam bletëritës. Panajiri nuk është shumë i mirë të themi, pa akoma është në rritje, sa vine në rritje. Jo, kam vitin e dytë që vi. Shkolla profesionale Hasan Dervish Gina Lushnjë sot përfaqësohet në këtë panajir të bujqësisë me një impiant vaditje me një kosto minimale, sepse furnizimi me energji elektrike bëhet nga panele diellore, elementet fotovoltaik dhe kemi bërë impiantin e vaditjes për një serë ku kosto për një dynym vete tek 137.000 lek të reja, sigurisht kosto është minimale. Ne sigurojmë asistencë teknike, jo vetëm për montim, por edhe në vazhdimsi. Dhe më e bukur është që janë nxënësit ata që kanë punuar, nxënësit të cilët 4 vjet kanë mësuar dhe e kanë perfeksionuar zanatin deri në detaje dhe janë të gatshëm për të dalë në tregun e punës. Më përpara kemi pasur shumë vajza, ne sot i bëjmë thirrje nëpërmjet edhe televizionit tuaj, vajza të vinë të regjistrohen sepse janë 2 degët të cilët po kërkojnë sot në botë. Jo më kot kemi edhe stendën Dita e Vajzave dhe vajzat që kanë mbaruar tek ne janë shumë të suksesshme. Panajiri synon të krijojë një platformë bashkëpunimi ndërmjet aktorëve vendas dhe të huaj, duke ofruar mundësi konkrete për partneritete, rritje të eksporteve dhe fuqizim të fermerëve shqiptar.